Zonja dhe zotrinj, mirë se erdhët në 1+1. Këtë javë hapim një temë që prek drejt për drejt funksionimin e një prej institucioneve më të rëndësishme publike në vend, Postës së Maqedonisë së Veriut. Një institucion që prej vitesh përballet me sfida serioze nga mungesa e mjeteve transportuese, të moshës së lartë të punësuarve, problemet me efikasitetin dhe likuiditetin deri te nevoja urgjente për modernizimin dhe reforma të thella strukturore. Por në anën tjetër, qeveria dhe drejtuesit e postës paralemrojnë një kapitull të ri. Një investim prej 100 automjetësh të reja është prezentuar si një hap i rëndësishëm drejt përmirësimit të shërbimeve dhe rritjes së efikasitetit. A është kjo nisja e vërtetë e transformimit të postës, apo vetëm një ndërhyrje e pjesshme në një sistem që ka nevojë për reforma më të thella? A mund të rikthehet besimi qytetarëve te ky institucion publik dhe mbi të gjitha, a është Posta e Maqedonisë së Veriut në rrugën drejt stabilizimit dhe modernizimit apo ende përballet me sfida strukturore që kërkojnë zgjidhje afatgjata? Për këto dhe shumë çështje tjera, përgjigjet më të hollësishme sonte ne jep drejtori i përgjithshëm i Postës së Maqedonisë së Veriut, Orhan Kurtishi. Pa humbur kohë, mi mbrama, mirë se erdhët dhe faleminderit që pranot ftesën në këto momente, i themi zotri Kurtishit. Mirë se erdhët. Pra, zotri Kurtishi, a është Posta e Maqedonisë së Veriut institucion funksionale apo thjesht është një ndërmarrje që ka probleme strukturore të thella? Është institucion funksional. Funksionaliteti edhe në vazhdim duhet të rritet. Besueshmëria ndaj qytetarëve për Postën e Maqedonisë së Veriut duhet të kthehet në nivelin ku ka qenë më parë. Si ka qenë përpara? Besoj që shumë më mirë se tash që është. Për shkak se qytetarët kanë marrë shërbime shumë më shpejta dhe po mundohemi ta kthejmë në atë gjendje që ka qenë më parë. A mund të bijetoj Posta e Maqedonisë me donacione apo thjesht i nevojiten investime konkrete dhe afatgjata? Donacionet janë të mirëseardhura, mirë po investimet janë më së të nevojshme për një plan më afatgjatë të cilët do të sjellin ndoshta edhe rezultate shumë më të mira në atë plan që parashihet. Deri më tani keni investime? Po, tani vetëm se patëm një donacion për 100 automjeteve, kemi parapar investimet të cilat do të bëhen gjatë këtij viti dhe do të jenë investime kohëgjatë të mira dhe investime kapitale. Me qenë si përmendet 100 automjetet e reja, a janë reformë reale apo thjesht kozmetik? Janë fillim i reformës të cilët duhet vazhdojë dhe mos të ndalemi vetëm me kaq. Apo i humb ose jo Posta klientët për çdo ditë, zotri Kurtishi? Mendoj që jo. Besueshmëria ka nisë të kthehet tek shërbimet postare, duke i parë edhe mundin që po japim për të kthyer edhe investime tjera në post, po edhe shërbimet shtojës të cilat do të janë plus. Por realisht, sa Posta e Maqedonisë është efikase? Në matjet tona, diku del që në dërgesën e ditës së parë D1, jemi diku 65%. Kemi target mujor të cilat po mundohemi ta përmirësojmë këtë përqindje. A arrini të përgjigjeni në kohë të gjitha kërkesave? Me qenë se kemi një shtrirje ndoshta prej institucioneve më të gjerë dhe prej shërbimeve tjera publike që ne i ofrojmë, kemi dikun 330 pika postare, ku 300 për momentin janë aktiv, dhe besoj që ndoshta duhet edhe pak mund të japim në këtë drejtim që të mërri në kohë të... Një zarf i thjesht, prej Shkupit, deri në Tetov Gostivar, Kërçov, për sa ditë mërin? Mos pasja e kushteve dhe mos investimi i rregullt ka sjell deri te një mos funksionim i rregullt ku ka pas edhe vonesa të dërgesave. Tani realisht ne kemi D1, D2, D3 ku obligohemi në bazë ligjore deri në 5 ditë të dërgojmë një letër. A është drejt privatizimit kjo ndërmarrje apo jo? Jo, absolutisht jo. Me marrjen e detyrës dhe në konsultim me qeverinë dhe kryeministrin është e vendosur që Posta duhet të jetë e Maqedonisë dhe shërbim publik për gjithë qytetarët. Sa punësime parashihen këtë vit? Kemi parapat diku 120, por në fazën e parë besoj që do të jenë 80. A sa parashikoni t'i largoni nga puna? Ata që s'punojnë. Ata që nuk punojnë dhe nuk janë produktiv, definitivisht do të largohen nga puna. Sa është paga mesatare një të punësuari në postë? Mesatarisht 37.000 denar, duke e morë për bazë për shkak se 2 pozitat më të ulta i kemi sportelist dhe postier. Kjo e ullë pagën mesatare të cilën të sapo. Po një pjesë më e madhe të punësuarve, a është e vërtet se pagat i kanë dikundi rreth pagës minimale në këtë vend? Po, nëse llogarismi pjesën e postierëve, po jemi duke punuar në këtë drejtim që të kenë bonus plus nëse e arrin targetin e dërgesave, ku më pastaj t'ju kompenzohet edhe ai bonusi plus. 120 të punësuar planifikoni këtë vit, më tregoni se kur do të jetë
Kur do shpallet konkursi I parë? Presim brenda muajit ardhshëm që të kryhet faza e parë. A është kjo zgjidhje apo rrezik për shërbimet ta themi publike që ju I ofroni? Jo, është zgjidhje për shkak se moshën mesatare të punësuarve e kemi 55-56 vite dhe mendoj se duhet të rifreskohen kuadrat të reja që të cilët do të japin këto shërbime. Ju ftoj të ulemi për të diskutuar më hollësisht. Faleminderit. Urdhani. Po të nderuar shikues, jemi në pjesën e dytë të intervistës 1+1. I ftuari ynë është drejtori I përgjithshëm I Postës së Maqedonisë së Veriut, zoti Orhan Kurtishi. Ndërkohë ne vazhdojmë me pyetjet e radhës, si do ta përshkruani gjendjen reale aktuale të Postës së Maqedonisë së Veriut përtej deklaratave zyrtare. Me këtë do doja të dëgjoja cilat janë 3 problemet më urgjente që kanë rënduar funksionimin e Postës në viteve të fundit. Faleminderit shumë. Njëra prej pikave kryesore është se duhet fillohen reforma thelbësore në punën postare, duke filluar nga sistematizimi I vendeve të punës, të cilët kanë qenë më së të nevojshme për shkak të numrit të madh të parapara të vendit të punës në atë kohë, dhe se ne jemi të obliguar të zvogëlojmë atë pjesë dhe të jemi më produktiv në aspektin e shërbimeve postare. Pika e dytë është shërbimi I dytë që duhet posta ta ketë, duhet janë investimet të cilat kanë qenë gati si të harruara ndër vite. Pse nuk ka investim? Për shkak se ndoshta është menduar institucioni I cili është duke në ramje e sipër dhe nuk kanë pa qeveritë e kalume interes për të investuar në këtë institucion. Morim parasysh se është njëri ndër institucionet me shtrirje më të madhe në territor të Republikës së Maqedonisë. Numëron rreth 1200? Realisht kemi të punësuar. Paraparsisht 1900 gati 2000 të punësuar, duke I përfshirë edhe ato me kontrata pune dhe ato të cilët vetëm se kanë vendim pune. Tani pse nuk është bërë sistematizimi, ku është problemi? Ne kemi filluar, jemi në fazën përfundimtare, ku në sistematizim në bazë të rekomandimeve të UPU-s, shërbimeve universale postare, të cilët kemi marrë një ide prej atyre se cilët duhet janë veprimet tona për të bërë reformat sa më produktive, duke u bazuar edhe në agjendën reformuese të vitit 2025. Ne duhet ta zvogëlojmë administratën. Domethënë numri përqindja në administratë për momentin kur e kam marrë detyrën si drejtor ka qenë dikun 35 deri në 37%. Tani kemi filluar lëvizjet që të zvogëlohet. Numri I njësive rajonale ka qenë 15 dhe është ende, por me sistematizimin e ri parashihet që të jetë në 8, domethënë 8 njësi rajonale dhe 1 qendër logjistike, ku me automatizëm do të ketë shkurtim të administratës, e cila do të na bijë në një ulje automatikisht në atë numër që ne e dëshirojmë. Gjitha rekomandimet janë që ne të kemi prej 9 deri në 12% administratë. Tani më tregoni se donacioni prej 100 automjetesh është prezantuar si investim I madh dhe ju pak më parë thatë të njëjtën gjë, por a e zgjidh realisht problemin e transportit apo vetëm amortizon përkohësisht? Ndërkohë Elus Regjia nëse ka mundësi ta lëshojë ti transmetoj ato fotografi që I kemi bërë. Realisht unë mendoj se është fillimi I reformave të cilët I kemi paraparë qysh në fillim të vitit të parë kur ka marrë detyrën dhe mendoj se do të vazhdojnë këto. Në hera e fundit që është investuar në parkun e veturave ka qenë në vitin 2015-2016 dhe nga ajo kohë nuk ka pas investime tjera. Duke marrë parasysh se një vetur tek ne kalon shumë kilometra dhe amortizimi është më I madh, gati çdo 2 vite duhet të rifreskohet kjo pjesë. Kemi edhe nevoja tjera, nuk janë vetëm veturat, po mendoj që është një... Cilat janë nevoja tjera? Tash, investimet cilat I kemi paraparë për këtë vit janë që ne do të kemi një qendër logjistike me gjitha performansat dhe me të gjitha makinerit moderne. Apo punohet në atë drejtim? Po, jemi në rrugë të drejtë, besoj që në muajin e ardhshëm vetëm se do të fillojmë të kemi rezultatet e para, apo fillimin e atij objekti. Dhe në atë objekt duhet përfshirën edhe makina e sortimit, duhet ketë edhe një software I cili mungon postës për punën e brendshme postare dhe për ta ndjekur atë. Tani sa të vjetra janë aktualisht automjetet dhe sa prej tyre janë realisht funksionojnë për çdo ditë, përveç këtyre 100 automjete të reja që I keni marrë? Tani këto janë gjithë të reja në vitit 2025, automjetet kemi prej vit me, domethënë, prodhim të vitit 2099, të cilat realisht I kemi 145, 150 automjete, po funksionale janë gati se 60%, 80 kanë qenë deri tash.
dhe jemi mundu këto 2 vite të kryjmë shërbime me ato automjete që i kemi pas dispozicion. Duke marrë parasysh thash amortizimin i cili na kushton edhe në mirëmbajtje. Pikërisht për këtë, a ka posta kapacitet për të mirëmbajtur këto Tani automjete? këto ka një afat kohor të cilën e jep Shqitësi, me qenë se donacioni bëhet prej Ministrisë së Transportit. Shqitësi i mirëmban për 3 vitet e ardhshme. Realisht, dhe ne nuk kemi asgjë tjetër që duhet investojmë përpos që duhet lënda djegëse nafta. A keni mjete të paktën për naftën? Po, patjetër. Më tregoni e prekën pak a shumë në fillim, është bërë publike se mosha mesatare të punësuarve është rreth 59 vjeç. A është kjo shenjë mungesës së gjeneratës së re në institucion dhe për sa konkretisht, sa punësime realisht ka nevojë posta? Në ndër vite, duke pas se posta ka pas një ramje ashtu në funksionim, mendoj se është humb interesi i të rinjve për të punësuar në post, kuptohet për shkak edhe problematikave financiare që i ka pas dhe që vazhdon ende të ketë po jo të llojit të atill dhe nuk e kanë pas si vend atraktiv. Po mundohemi që sadopak të rifreskojmë pjesën e të punësuarve apo të kuadrit brenda, për shkak se definitivisht nëse nuk morrim mos atash, brenda 2-3 viteve do të ballafaqohemi me një problematikë se nuk do të ketë kush të mësoj punën e cila duhet të ndjeket ose të mësohet prej. Po atëherë nga ana tjetër pse i larguat? Sa? 30, 40, 50, sa të punësuar me kontrata? Realisht, largimet nuk janë vetëm me kontrata me vepër, janë edhe ata të cilët kanë pas vendim pune, për shkak se duhet respektohet vendim punës. Në momentin që në shkruan një kontratë ti pajtohesh me kushtet e punës dhe duhet mbahet ai orar. Ka pas njerëz që nuk kanë ardhur në punë. Kur kemi marrë hapat e para me pruni vendim të këtill, kanë ndiku pozitivisht se gati 40%, 50% janë kthyer në vendet e punës se kanë pasur nuk mund të shkojnë në këtë mënyrë. Sa i keni motivuar që të bëjnë punën për të cilën ata janë dakorduar dhe kanë Besoni nuk e di çfarë duhet të ketë motivim më të madh se të mundsohet merresh një rrogë në fund të muajit dhe nuk e di se çfarë motivi ka pasur të mos vjenë në punë hiç. Ti e gazetar, besoj që këtu të mos vish punë nuk do të marrësh rrogë. Absolutisht. Edhe këtë unë nuk mund ta lejoj. Po mundohem maksimalisht edhe pse kemi 2000 punësum tash përafërsisht, kemi dikun 300 pika aktive, cilët është pak vështirë të kontrollojë njëkohësisht gjitha, po kemi skenu gjendjen reale në kohë të caktuar dhe në kohën e duar dhe e dim saktë se ku I kemi targetet. Tani, ma tregoni strategjinë konkrete për rinovimin e stafit edhe të kuadrit të postës, si do zhvillohet? Thatë në fillim se për një muaj do hapet shpallja e parë ose konkursi I parë për punësime, sa parashikon sa punësime në fazën e parë, fazën e dytë, fazën e tretë dhe sipas jush më intereson edhe fakti se sa mendoni se rrogat janë tërheqëse në këtë drejtim. Një nga një ti marrim. Do të filloj prej pjesës fundit. Domethënë rrogët pajtohen plotësisht, duhet të ketë ngritje të rrogës, po për ta pas një gjë të tillë duhet që puna të fillojë dhe të ecë dhe ne të kemi të ardhur, për shkak se ne nuk jemi buxhetar të shtetit, po vetëm me buxhetin ton paguajmë rrogat. Kështu që nëse nuk jemi produktiv, nuk mund të marrim as rroga. Në pjesën e punësimeve po mundohem që mos të ketë punësime në administratë apo paktën të jetë minimale, nga 80 cilët I planifikoj që të jenë në këto 2 muajt e ardhshëm të punësohen, mendoj që 70 duhet jenë në shërbimet sportelist dhe pjesën teknologjike të logjistika, ndërsa 10 prej tyre duhet jenë në administratë ku vetëm se thash, kemi një moshë goxhat shtyrë. Tani kur flasim për administratën, sa do të jetë ula e administratës? 120 punësime kështu. Sa planifikohet të shkurtohet administrata? Administrata, thash, duhet të arrije minimumin, duhet të ketë 9%, maksimumin duhet të jetë diku 15% administratë në nivel republikan. Thash, me 2 pjesë ku ne kemi ndërmarrë masa në pjesën e zvoglimit të njësive rajonale dhe në pjesën e ndryshimit të sistematizimit, vetëm se ka filluar që të zvoglohet ai numër. Por çfarë kriterësh do të përdoren për punësimet e reja meqense janë kriteret të cilat I cakton komisioni. Realisht kanë të drejtë të gjithë. Cilat të kaluarën. Kanë të drejtë të gjithë. Kriteret bazë shtetas ato që duhet të jenë e Republikës Së nuk ka. Ka kushtim mësoj ata? Për atë jemi, domethënë vitin e kaluar kemi pas 80 punësime, këtë vit kemi fazën e parë 80 punësime, shpresoj që edhe në vitin e ardhshëm do të kemi kështu, sadopak ta zbusim këtë
A mundemi, zotëri Kurtishi, t'i numërojmë sektorët cilat janë të mbi ngarkuar dhe cilat realisht kanë mungesë të kuadrit, përveç këto dy sportejel, edhe e përmendem çfarë tjetër thamë? Po, kemi sportelist, kemi edhe në pjesën e logjistikës, ku është pjesa teknologjike, ku bëhet ndarja e paketave. Për atë neve na duhet modernizimi i postës. Ka keq përdorim me automjetet? Jo, për shkak se, thash, amortizimi e bën të vetën. Në qoftë se kjo veturë harxhon 5 litra në 100 km, ajo cila ka kalu 600.000 km, ajo nuk të dihet se do të ketë edhe harxhim më të madh. Jemi mundu me i reduktu, jemi mundu me i zvoglu rajonet, të cilat në qoftë se një automjet ka bo apo dy automjete kanë bërë për dy rajone, jemi mundu që me një t'i kryjmë të dyja shërbime. Dhe në çfarë gjendje është likviditeti i postës? A ka vështirësi në pagesat, pagat, detyrimet operative? Në ndër vite, prej vitit 2016 realisht ka pas probleme financiare. Si në aspektin e likuiditetit, si në aspektin e dhënjes rrogave apo qëndrueshmërisë financiare. Para 3-4 muaj, më falni që ndërpres, para 3-4 muajve patët një problem me pagesat, u vënu 1 apo 2 dytë. Ajo ishte problem teknik, cilën vetëm se i pataftu sindikatën në takim, jemi pas marrë vesh që mos të ketë protest, për shkak se është gabim teknik. I mjetëve është dashur të dalin në një llogari të caktuar, por kemi pas pengesë, dhe të nesërmën kanë marrë rroga. Nuk është diçka inovacion, për shkak se aty me prej me datën 1 deri me datën 15 në bazë ligjit duhet t'i jepen rrogët, mirë po më njëherë edhe rrogën e muajit shkurt e kanë marrë me datën 2. Faktikisht që i bje ishte shqetësimi se ata dolën me një deklaratë të cilën thoshin se nuk është paguar as rroga e muajit 12, nuk është paguar as pjesa e rrogës së 13 dhe që s'është e vërtetë, për shkak se gjitha ishin të paguara në kohë, mirë po për shkak këtij sa është të themi humbje vjetore e postës? Në vitin e kaluar ka qenë diku 5 milion euro, për shkak janë disa faktorë. Tash, edhe akumulimi i borxhit të moqëm, i cili neve na çon me një rrugë cilët duhet të servisohen ato borxhe. Dhe borxhet e reja. Po si janë grumbullur borxhet? Realisht ndoshta unë nuk po e hedh fajin te menaxhmenti i kaluar, po ndoshta nuk kanë pas mundësi, për shkak se tash po e shoh prej brenda se si funksionon. Nuk të jepet mundësia që çdo borxh ta servisosh me kohë. Për shkak se kur akumulohet një borxh i caktuar, po supozojmë 10 milion euro dhe ti mundohesh ta servisosh të vjetrin dhe mundohesh që ta servisosh edhe borxhin e ri që duhesh ta kryesh me rregull. Dhe ti ngec me 5 milion euro. Kjo llogaritet humbje për shkak se ne jemi ata të cilët e japim shërbimin universal, që na kupton letër deri në 50 gram. Letër deri në 50 gram. Ne jemi monopol në atë pjesë. Në këtë pjesë, domethënë, na shkaktohet një humbje financiare për shkak se ne jemi të obliguar ta kryjmë këtë shërbim. Marrim shembull, ne kemi fitim 32.000 denar apo 32 denar, më falni, 32 denar, dhe në ato 32 denar ne duhet dhe obligohemi që atë letër të dërgojmë deri në fshatin më të largët apo deri te personi i fundit, i cili duhet ta morë atë letër, por ne harxhime kemi 2.000 denar për atë. Këtë harxhim, edhe pse jemi monopol, edhe pse jemi për shërbim universal që na obligon ligji, nuk na mbulon shteti, nuk na i ka mbuluar shteti. Tani me ndryshimin e ligjit kemi parapar disa lehtësime, jemi duke punuar edhe në këtë pjesë, besoj që do të kemi mirëkuptim nga qeveria, deri tash kemi pas dyrë të hapur për bashkëpunim dhe kemi arrit disa rezultate të mira, po presim që gjatë këtij viti të jetë ajo kryesorja e investimeve që do të përmbyllen. Pra borxhi është grumbulluar më së shumti në bazë të asaj që ju keni më shumë shpenzime se që fitoni. Postës në vazhdimsi është shkaktuar dam. Në vitin 2000, në kohën e pandemisë janë pru 2 ligje të cilët kanë qenë dëmshme për postën. Domethënë pagesa online e cila postën e ka çuar në humbje apo në minus, mos them në humbje, nuk i ka pas ato mjete, më diku 3.5 milion euro vetëm për kësaj pjese. Dhe ligji i dytë është kur e kanë ndërprerë radiodifuzivna taksën në atë kohë, edhe prej aty parafërsisht është e njëjta. Dhe tani sa subvencionohet aktualisht postën nga buxheti i shtetit? Për momentin nuk kemi asnjë subvencionim përpost i donacionit cilën e patëm te parku i veturave.
Pra, sipas jush, është posta e aftë të mbijetoj si ndërmarrje vetë financuese apo do të varet me ndihma qeveritare? Unë mendoj se qeveria duhet të mendoj fuqishëm për ta ndihmu postën në një plan afatgjat ku do të ketë investime të rregullta dhe mbikëqyrje të ekspertëve nga qeveria për punën që e bëjmë ne. Për shkak që mos të vim që të dalim në fund se kemi pas keq përdorime apo diçka tjetër. Ditëve të fundit u përmend se ulja e kostove dhe rritja e efikasitetit deri në 15%. Mbi çfarë bazë konkrete janë këto parashikime? A është vërteta jo? Në bazë të rekomandimeve të agjendës reformuese të vitit 2025, të cilët Bashkimi Evropian na obligon që ne të kemi ulje 15% të harxhimeve dhe 15% rritje të ardhurave, kemi një plan cilën po mundohemi ta zbatojmë. Në pjesën e shkurtimeve të harxhimeve po mundohemi që sadopak postat jo profitabile të shohim cilët i kemi dhe të mundohemi që nëse janë 2 jo profitabile dhe në afërsi prej 1 kilometri apo 2 kilometrësh, ti fuzojmë të bëjmë 1. Dhe kjo na mundson që të kursejmë edhe në punën e të punësuarve, po dhe në punën e harxhimeve. Në aspekt infrastrukturor, si paraqitet gjendja? Realisht është gjendje jo e mirë për shkak se nuk ka pas investime. Investimet cilët po mundohemi tash dhe besoj që pas 2 muajve apo 3 maksimum do të filloj objekti i Kumanovës të ndërtohet, i postës kryesore, renovim total, cilën për spari herë po e thëm këtu, për shkak se kemi punu, kemi projektin gatshëm, tani mo vetëm se duhet fillojmë punimet dhe besoj që do të jetë njëri prej objekteve më modern që do të kemi në Republikë Maqedonisë Veriut. Si do t'ja bëni me objektin ku është vendosur drejtoria? Posta kryesore e vjetër i themi ne, po aty është pak puna ndoshta pak më e përzime, më e koklavitur, për shkak se në pjesën e sallës së shalterëve që ka ekzistuar në atë kohë me vendim të qeverisë, ajo besoj që kanë vendosur t'ia kalojnë Ministrisë së Kulturës, që prapë nëse më pyetni mua, kjo është aset i postës dhe duhet mbetet për postën, por sido që tjetë aksioner kryesor dhe 100% është qeveria dhe ata vendosin. Sa në aktualisht vonesat mesatare të dërgesave dhe si planifikoni ti? Në bazë të matjeve, dje dhe pardje realisht kishim takime të rregullta me drejtorët cilët i kemi në sit rajonale, kemi arrit që, 65% të jetë dërgesa në ditën e parë. Mirë po kemi qytete ku ndoshta edhe është 35%. Dhe po punojmë target çdo muaj që të kemi ngritje më spaku nga 5%. Ata njësi rajonale të cilat do të përmbushin targetin do të shpërblehen, ata të cilët nuk do të përmbushin targetin do të qëndrojnë aty. Sa dërgesa duhet faktikisht ka mesatare një kurrier? Realisht nuk mund të ndahet kështu për shkak se bëhet fjalë me rajone. Një rajon kupton 2-3 rrugë, në varet sa ka shtëpi banimi, sa ka kokë banori, këtë kështu është matja e rajonave. Kështu që nuk mund të them sa duhet një postier ti. Po jeni të vetëdijshëm se një pjesë e madhe të qytetarëve të vendit tonë janë larguar drejt Gjermanisë, ku përveç se nëse nuk punojnë në gastronomi, punojnë te postat e Gjermanisë. Po. Pikërisht për shkak të pagave. Dhe atje kërkesat, dërgesat janë, më përmisoni nëse gaboj, dikun rreth 150, 170 kështu me radhë. Si paraqit mesatare kështu, në qoftë se më pyet realisht, në qoftë se folmi për e-commerce paketa, besoj fuqishëm këtë që e them për shkak se analizët kanë treguar një gjë të tillë, duhet të jetë prej 70 deri në 100 dërgesa brenda ditës. Varet prej individit. Dhe normal, prej terenit, prej përvojës, absolutisht. Po a ka rënje të besimit të qytetarëve ndaj postës dhe si matet kjo? Mendoj se nuk ka për shkak se maket se ka qenë nuk mund bëhet, por pos vetëm se të shitet ose të privatizohet. Po e përjashtuar si mundësi për privatizim. Absolutisht. Kur largohet mundësia e privatizimit, atëherë ne duhet dhe jemi duke punuar që të kthejmë besimin tek qytetarët. Me ndryshimin e ligjit do të ketë ndryshime të jashtëzakonshme, të cilat besoj që do të jenë në të mirë të qytetarëve dhe në të mirë të postës. Ndryshimet e ligjit, cili ligj për momentin nuk mund të them kështu se çka parashem brenda për shkak se ende nuk ka kalu. Pritet të kalojë në qeveri dhe të kalojë faktikisht ligjin në parlament, më pastaj ne mund të bisedojmë më saktë. Besoni se do të zgjidhet edhe çështja e punësimeve, mungesën e kuadrit, financimit dhe kështu me radhë. Mendoj se do zgjidhet pjesa e ligjit ku më shumti na tangon financët dhe ku më shumti na tangon jo konkurenca reale. Po nëse formulojmë pak më ndryshe pyetjen, cili është plani 5 vjeçar për transformimin e postës?
Investimet kapitalet pa tjetërsueshme, reforma thellësisht në administratë dhe tek pjesa e punësuarve apo të pozitave të punës, gjithashtu edhe marrëveshje ndërkombëtare me kompani apo platforma të cilat bijnë të ardhura të mira për postë. A mund të konkurrojë Posta e Maqedonisë së Veriut me operatorët privatë të logjistikës ose shumë në rajon, krahasuar me ato vendeve të rajonit? Si mendoni? Në operatorët private ke fjalën për postat shtetërore të tjera. Realisht ne jemi nuk ka që jemi të fundit në këtë drejtim. Kuptohet, lider për momentin është Posta e Servis, ka pas investime jashtëzakonshme prej qeverisë, mbështetje dhe kanë arrit një efekt jashtëzakonshëm. Tani në takimin e fundit që e patët këtë javë ose javën e kaluar, më tregoni ju tha diçka konkretisht se do të investohet si dhe në çfarë mënyre përveç këtyre ndryshimeve ligjore? Po, në aspektin e investimeve kapitale, si kryeministri, ashtu edhe ministri i transportit të cilin bijem ne ndër atë ministri, kemi dyer qelë për bashkëpunim dhe na kanë dhënë dritë jeshile për të ecë këto punë të investimeve kapitale që sapo i përmenda edhe më herë. Zotri Kurdishi, unë e ka shpytje pata për këtë intervistë. Nëse keni diçka për të shtuar që mendoni se ndoshta nuk i kemi prekur, udhëroni minutat në vazhdim për juve. Faleminderit shumë për mundësinë. Unë shpresoj që qytetarët të kenë mirë kuptim për shkak se posta është e gjithë qytetarëve dhe duhet shfrytëzohet se atill. Shpresoj që edhe ata të na ndihmojnë në këtë rrugtim, të kryen shërbimet e tyre apo nevojat e tyre tek shërbimet që ne që i ofrojmë në postë, të na ndihmojnë në aspektin në qoftë se ti e bën një pagesë, sadopak i ke ndihmu postës në pjesën e plonave. Besoj se problemet të tilla nuk keni me pagesën nga ana e qytetarëve. Absolutisht, mirë po besimi duhet kthehet tek shteti dhe besimi duhet kthehet tek pjesa të cilën është shtetërore dhe është e popullit unë kështu. Faleminderit që morët pjesë në intervistën 1+1. Faleminderit për mundësinë. Të nderuar shikues, ne këtu e përmbyllim. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë miru pafshim javën e ardhshme.